objekt të banesor në qytet, edhe ka një betejë ligjore aty që bëhet të qytetarëve me drejt kundër komunës për mos më rënë objekti. Tash aty kanë të drejtë qytetarët. Jo, veç po ta them një rast. Lipjan kanë të drejtë, asnjë s'ka. Ja, po du me ka në objektiv. E para, shiko, ka ndërtim pa leje, ka ndërtim pa leje në pronë publike. E para, ka ndërtim pa leje në pronë tone, private. Ka ndërtim pa leje në pronë publike. Ka situatë ku ka ndërtim me leje në pronë private, që autoriteti ka drejt me ta ministr procedurat me ta shpronësu, kjo është procedurë tjetër. Prandaj desha mi thonë, kur tha s'mundet ta rënu. Ta rënon shteti, por ta kompenzon nëse ki me leje dhe ki pronë tone. Ai procedurë tjetër. Ne po flasëm për objekte pa leje në pronë publike. Atë sfidojnë e ty atë. Shteti, komuna, jemi edhe 10 minuta do të themi se institucione. Komuna Prishtinës, rëndon objekte edhe me pa leje në pronë private. Liçeje tjera i kemi në Kosovë. Krejdo. Edhe në Batllov, edhe në Badovc, edhe në Diniç. So, ndërtime, prej private, pa leje, në prona publike, që nuk përshkojnë që do më këtë Krejdo të mirën. Nuk është krejt, a du më njësë atë? A du më njësë atë? Unë s'më me folë sot për planin e veprimit të ministrisë. Por veç për ta pasi as me mbrojtë, unë po them, që krejt pronat, pa leje, të ndërtuara. Krejt pronat, pa leje, të ndërtuara në pronë publike, sidomos në këto zonat me interes të nalt, që janë parqet kombëtare e liçenit të tjerë. Po shkon mirë zhvesh me qytetarë dhe bën shpronësi. A mund të themi pak të konstimi institucioneve. Po them që rrethonat A do ketë nesër takime në pronë private, do të më shpronësu. Mund të në pronë publike, kur varet obligimi. E kanë ndërtuar 20 sekonda. I numroj. E citova Albin Kurtin, nuk ma pranoj as citimin e sinjorit, tash më janë shumë e zot. Nëse ja pranoj, veç pjatë shpjegoj. Ja, se